Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 16, mu është 7 viti 2026, e njëjtë gjithë ditën. Jemi pak para mesnate këtu në Tetova. Tetova sot ka marrë edhe një lajm tjetër, ndërtimi i Sahat Kullës. I kthehemi pak më vonë, ky monument historik i Sahat Kullës ka ekzistuar deri rreth viteve 1960 e diçka. Mirë po. Tash, ende pa filluar kjo, ka dalë dhe lavdërohet Bilal Kasami. Nuk është okej, por unë dhe kisha thënë kryet diçka tjetër. Ende pa filluar. Erdhën për të përuruar fillimin e ndërtimit të Sahat Kullës në Tetovë. Rreth 200.000 euro janë siguruar nga Komuna e Konjës së Turqisë, ndërsa pjesa tjetër do të duhet të sigurohet nga ana e Ministrisë së Kulturës të Maqedonisë. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami tha se kjo është faza e parë, gërmimi i themeleve ku ka qenë Sahat Kulla, ndërsa Ministri i Kulturës tha se rikthimi i saj në qytet ka qenë ëndër e tij e kahershme, por që nuk ishte gjetur përkrahje. Shtash si Ministri i Kulturës dhe Turizmit e kemi edhe kryetarin e Tetovës, i cili është interesuar që përfundoj këtë projekt. Besoj se së shpejti do të fillojnë edhe me punime. Tani ma janë kemi hapur tendere për të marrë masat e duhura të cilat me të cilat do të ndërtohet Sahat Kullë. Jemi këtu që të rikthejmë një objekt simbol i të kaluarës së Tetovës, në të cilën do të vazhdoj të identifikohet qyteti jonë. Pra bëhet fjalë për objektin ikonik të Tetovës, Sahat Kullën e Tetovës, e cila para gati një shekulli është rënuar dhe të cilën ka pasur edhe më herët disa iniciativa për ta rikthyer, por nuk kanë qenë fatkeqësisht serioze dhe duhej që Drejtori i Qendrës për Konservim Aleksandar Jordanski tregoi se ajo daton në gjysmën e dytë të shekullit të 16, konkretisht midis viteve 1566 dhe 1567. Po pra, okej. Më thënë, ende nuk ka filluar, po bëhen përgatitjet për filluar. Diçka tjetër fillimi, është diçka tjetër përgatitjet. Në ndërkohë. Edhe një lajm tjetër për Ministrin e Kulturës, i cili vërtet do të tregohet se është tetovar. Ura e Kazazëve, të cilën ish kryetare e Komunës së Tetovës, Teutarifi, nuk arriti që ta bëj, ta rikthej në formën e saj. Ja, rasti. Pse jo? O Bilal, bëj, nuk kushton shumë. Ministrin e ke, nga vendlindja jote është nga Tetova. Dhe, sot ka ndodhur diçka shumë interesante në Ministrinë e Kulturës. Në Ministrinë e Kulturës ka ndodhur shumë diçka interesante. Vetëm një moment. Kam vërejtër vetëm unë si për me dimoj. Flamuri shqiptar ishte në një takim në Ministrinë e Kulturës që udhëheq Sedat Sulemani nga Vlenë. Mirë po, fotografia më vonë hoq nga Facebooku. Ne varë në jo Sedat? Një fotografi nga takimi zyrtar mes Ministrit të ri të Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulemani dhe ambasadorit të Austrisë në Maqedonin e Veriut Martin Pamer kanë nxitur reagime në opinion pasi në të shije edhe një flamur i vogël i Shqipërisë i vendosur mbi tavolinë. Interesant është fakti se fotografia e cila fillimisht u publikua në faqen zyrtare në Facebook të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit u mor nga disa media, më vonë nuk ishte më e disponueshme për publikun. Në momentin e publikimit, Ministria ndau një seri fotografish nga takimi. Në njërin prej tyre shihet qartë flamuri shqiptar i vendosur përpara ministrit krahas simboleve shtetërore. Më vonë kjo fotografi u hoq nga galeria, ndërsa në fotografitë e mbetura flamuri nuk shihet. Sipas ligjit për përdorimin e flamëve të bashkësive në objektet e qeverisë, kuvendit, ministrive, gjykatat dhe institucionet e tjera qendrore shtetërore, zyrtarisht vendoset flamuri shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dëgjova edhe ti ministri i drejtësisë. Ligji parashikon mundësinë e vendosjes së flamëve të shtetit të huaj gjatë takimeve zyrtare të parshme, si të flamëve të organizatave ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe NATO. Njëjtën kohë, u lexova çka thot ligji. Kondicia ligjore nuk parashikon përdorimin e flamëve të bashkësive etnike në ambientet zyrtare të institucioneve qendrore shtetërore.
E drejta për vendosjen e tyre zyrtare të përhershme është e kufizuar vetëm në njësitë e qeverisjes lokale, sipas kushteve të përcaktuara me ligj. Deri më tani, Ministria e Kulturës dhe Turizmit nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar as pse flamuri shqiptar është vendosur gjatë takimit dhe as pse fotografia ku ai sheh nuk është më pjesë e publikimit zyrtar në rrjetet sociale. E keni telegram.mk, jeni do e gjeni komplet. Çfarë bëjmë? Çfarë të bëjmë? Mirë tha Malazeri. Ta që reshin gjoks. Ta që reshin gjoks. Dhe, do ndalem prap te Ministri i Drejtësisë. Nuk kam asgjë kundër, është një rahat gjoksi pa parë. Tash është situata që ta shohim se është ai për atë rahat gjoks apo ka qenë këtë e fryrë e pompatme. Ministri i Drejtësisë jeton Shtasivari. Tash e ka. Sepse nëse Ministri i Kulturës ditën e parë të punës dolin në terren dhe erdhi dhe pa sa atë kullën, s'është me rëndësi kur do realizohet, çka do realizohet. Sa veta përpara vishin e matëshin. Më duk njësoj sigur ajo kur Bujar Osmani nxirrte ato inxhinierët e shkretë, shokët e vet, arkitektët e vet dhe bënte mbi një veturë atje rruga nga të shkojë Vllat Shkup. Dhe këta më dukën sot njësoj. Kryetari Sheshet Bilal Kasami dele dhe përorohet kur e pret shiritin e fillimive të punëve. Pra, Ministri i Drejtësisë jeton Shtasivari. Tha, unë do e kthej besimin në drejtësinë. Ja momenti parë. Nuk ke pse pret nisri në vimin e procedurës së ekstradimit të Nikola Gruevskit. Hajde Ministri Sheshet. Në aspektin juridik, fakti që Nikola Gruevski ka dhe shtetësi hungareze, nuk e pengon Ministrin e Drejtësisë jeton Shtasivari që të iniciojë ose të rinevojë procedurën e ekstradimit. Ministria ka detyrim të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë të gjykatave të Maqedonisë së Veriut. Ai është i dënuar. Nëse Hungaria refuzon kërkesën për shkak të shtetësisë ose arsyeve tjera ligjore, kjo është çështje e autoriteteve hungareze. Jo arsyeja që pala maqedonase të mos veprojë. Ulo ministër Savi Tabak pishi ose me email ose me post ekstradimin. Argumenti qëndron. Pra, Ministri i Drejtësisë jeton Shtasivari, nuk duhet të pres pafundësisht kompletimin e dokumentacionit, por të iniciojë më njëherë nesër procedurën për ekstradimin e Nikola Gruevskit. Ekzistenca e shtetësisë hungareze nuk e çliron ministrin nga obligimi për të kërkuar zyrtarisht ekstradimin në një shtet të së drejtës, nuk mjafton të thuhet se po mbledhen dokumentet. Kur bëhet fjalë për një ish kryeminist të dënuar me vendime të formës së prerë, nëse Hungaria do të refuzojë kërkesën për shkak të shtetësisë ose statusit të tij, përgjegjësia bie mbi autoritetet hungareze. Po nëse Shkupi nuk e dërgon fare kërkesën, atëherë përgjegjësia është e vetë Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë që përfaqëson. Sundimi i ligjit Ministri Sheshet nuk matet me deklarata, por me veprime konkrete. Të presim, vazhdojmë. Do vazhdojmë herëve të tjera çfarë ke bërë. Kjo është pra njësh. Gjithandej, vetëm premtime, hë për hë të duket sigur nuk jemi në Tetov, jemi krejt diku tjetër. Dhe, ju dini se unë nuk jam as me BDI. Vleni ka kërkuar hetim për projektin e kanalizimit në Koshovë. Pajtohem plotësisht. Pajtohem edhe me atë që thot Rokas, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Maqedoni. Se tek ne ka përfunduar si raport se në vitin 2024 kanalizimi Zajës-Koshovë ka përfunduar. Tash në fillim ishte 2 milion, tash dole 9 milion euro. Okej. Të ndëgjojmë se tash sot çfarë thot Rokas të diçka tjetër. Deklarata e ambasadorit të Bashkimit Evropian Mihailis Rokas në evidencat e BE-s, projekti i kanalizimit nga Zajasi deri në Kërçov figuron si i përfunduar në vitin 2024, ka nxitur reagimin e Vlenit. Partia shqiptare në pushtet kërkon hetim nga prokuroria për siç thon milionat e humbura. Ne kërkojmë që prokuroria publike dhe policia financiare ta zgjerojë hetimin deri në fund dhe të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet evropiane. Të nderuar, kjo është fytyra e vërtetë e BDI-s. Patriot para kamerave, ndërsa pas perdeve projekte të dështuara, miliona të humbura dhe një lëmsh që tashmë ka filluar të hapet edhe Bashkimi Evropian. Nga BDI ende nuk ka reagim lidhur me këto akuza dhe me projektin në fjalë. I pyetur sërish për rastin, ambasadori Rokas tha se Bashkimi Evropian po e ndjek nga afër situatën dhe paralajmëroi se nëse konstatohet se fondet nuk janë shfrytzuar sipas rregullave, BE-ja do ta kërkojë kthimin e tyre.
every part of EU funds, not only we give the funds once a project is concluded, but we monitor if it has been properly implemented. And it's true that we have issues. Also, I understand the contractor went bankrupt. So we are following up very closely. I have asked the mayor to bring back to me all the elements that are to his knowledge, because if we are not able to sort this out, we will be obliged to go to recovery of funds. But I hope we are not going to get there, and still this project, which is very important for Kičevo, can be completed. Po pra, hajde, nisni. Po qka se është familje ngushtë e liderit të BDI-s, e nuk është pejgamberi, nuk është as i ranë për qilit, edhe ai njeri, edhe ai merr frymë. Dhe le të përgjigjet kush është i përzirë. Të pastrohet kjo dilemë. Ja tash ministrin e drejtësisë e kemi, i të vlenit, kërkoni nga ai që të këngull të zgjidhet çështja. Sepse ministri i drejtësisë duhet një ndër provat më të mëdha që ka pasur deri tash me burgjet, me listat e asaj se pse drejtoria e ekzekutimit nuk i përmbahet listës që duhet të dërgojë njerëzit në për dënime, sepse ka dhe dënime me vrasje dhe rrinë në për shtëpi. Është kohë e fundit, ministrit ta tran pak këtë drejtori të asaj që quhet sankcione. Në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe burgjit janë. Kemi kohë në Shqipëri thojnë shohim, në Sloveni thojnë bum videli. Shohim, kemi kohë, pranverën e ka përpara. Dhe, pra çdo gjë në Maqedoni patjetër të ketë edhe efektin e saj politik, pra çdo deklaratë. Ka dalur sot tash në mbrëmje kryetaria e shtetit Silenovska Davkova, e cila thotë: data 30 shtator, do të thonë tash jemi me 16 korrik, nuk kanë mbetur shumë dhe 2 muaj. Është kyçe për 3 muaj. Është kyçe për të ardhmën e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, pasi Komisioni Evropian pritet të publikojë raportin për qasjen e re ndaj zgjerimit deklaruar presidenti Gordana Silvescu. Dhe ndalet e mendohet njeriu. Këtë ka dhënë në intervistë për kanalin 5 në televizionin maqedonar. 30 shtator. Për herë të parë modelin sipas cilit do të zhvillohet procesi më tepër me zgjerimin e sanitetar për një çështje do të diskutojë dhe Këshilli Evropian. Pse Maqedonia mos është afër, zonja kryetare? Inshallah. Pra, ka ende kush vdes së fundit shpresa? E njihni shpresën? Vajzë mirë shpresa. Nuk është por unë vazhdojmë më tej. Pra, gjithandaj vetëm ngulitje nga vetëm për shqiptarët. Dhe ajo që ka pavësuar opinionin në Maqedoni është se sot ka dhënë ndërheqje gjyqtari i gjykatës kushtetuese Goce Naumovski. 5 muaj pasi është zgjedhur. Pra, tash gjykata kushtetuese nga 9 anëtar është zgjedhur në Karahan e 7. 2 mungojnë. Gjyqtari Naumovski shpjegoi ndërheqjen e tij në parlament me arsye personale dhe profesionale. Dhe pas kësaj gjykata mbetet vetëm me 7 gjyqtarë, gjë që ngret çështjen e efikasitetit në të ardhmen. Pra, sot vendimi për rastin që lidhet me kodin zgjedhor dhe reklamat politike të paguara duhet të shtyhet. Gjykata kushtetuese që nga sot mbeti vetëm me 7 gjykatës, pasi gjyqtari Goce Naumovski vendosi të riqet nga detyra vetëm 5 muaj pasi u zgjodh në këtë pozicion të rëndësishëm. Merrni moment, sot ka dashur që të ketë mbledhje gjykata kushtetuese, nuk e kanë parë Naumovskin, u kanë telefonuar nga kuvendi se ai ka dorëzuar në kuvend dorëheqjen. Pra, dhe në një bisedë telefonike Konstantinovski mori konfirmimin e dorëheqjes vetëm në një bisedë telefonike nga kryetari i parlamentit Afrim Gashi ka deklaruar sot gjykata. Dhe e dini atë Konstantinovski që tha: falet për atë që mbishkrimi është vetëm në gjuhën maqedonase me hyrje të gjykatës kushtetuese ka Salim Murat. Ndrove vlla, 2 vite e gjysmë je kryetari i gjykatës kushtetuese. Ndro, ti mund të ndërsh ditën e parë kur ran për shtet, pasi ti e mbron kushtetutën, ha? Nuk është por unë vazhdojmë më tej. Pra, si për sefte e dëgjuat. Dy e bën sefte ministrat e Tetovës, jeton Shasivari, duhet ta bëj sefte me kërkesën për ekstradim të
Nikola Gruevskit. Mirë po, do t'ja paraqes këtë kërkesë kryeministrit. Kryeministri do vërë si, do vërë deshko, do vërë. Nuk do vërë deshko. Nuk do vërë. Ministrë. Shteti shqiptar të rritë e proklamoi se 3 gjërat e para të cilat ka kërkuar Bashkimi Evropian ka përballuar sot, ka dalë një tjetër situatë mjaft interesante. Është dorëzuar në Parlamentin e Shtetit Shqiptar projekt ligji për Bankën e Shqipërisë dhe është hedhur për konsultim publik. Euro do të jetë moneda zyrtare e Shqipërisë, edhe pas hyrjes në BE. Edhe pas hyrjes. Sepse kishim Kroacinë e cila deri si vjet, do të thënë para vitit të ri 2026 kishte edhe kunën, kemi ende Greqinë që e mba dhe drahman edhe ka, por lejohet edhe euro. Ndërsa shteti shqiptar do filloj. Projekti i ri për Bankën e Shqipërisë parashikon që euro të bëhet moneda zyrtare e vendit shqiptar pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Për herë të parë, ligji përfshin një kapitull të posaçëm që përcakton jo vetëm emetimin e euros si valutë kombëtare, por edhe për afrimin e Bankës së Shqipërisë me rregullat e funksionimit të Bashkisë Qendrore Evropiane. Aktualisht euro përdoret nga 21 prej 27 shteteve anëtare të BE-s. Euro do të jetë moneda zyrtare në Shqipëri më njëherë pasi vendi të jetë pjesë e BE-s. Shqipëria bëhet gati, shiqur që bëhet gati. Ndërsa në Maqedoni, tash në mbrëmje, Fronti Evropian ku përfshihet edhe BDI, ajo që ka mbetur edhe lëvizja shqiptare, pra e Zjedin Selis, kanë protestuar, pra deputetët e opozitë shqiptare, kanë ndërprerë punimet e seancës sot në parlamentare, duke bllokuar rendin e ditës në shenjë proteste ndaj refuzimit të shumicës për të hedhur në votim propozim ligjin për përfaqësim të drejtë përmes një serie fjalimesh procedurale. Opozita ka përmundësuar vijimin e seancës duke kushtozuar vazhdimin e punimit me përfshirjen e këtij ligji në agjendën e votimit. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Ilir Hasani në një reagim pas bllokimit të seancës ka theksuar se përfaqësimi i drejtë përbën një shtyllë të marrëveshjes së orit dhe nuk mund të jetë subjekt i kalkulimeve politike apo manovrave procedurale. Pra njëherë për njëherë është bllokuar. Gjithandaj vazhdon me Maqedonia të jetë. Ka pasur akuza të shumta lidhur me atë se me vetëm pak se morgoj. Kodin zgjedhor në kuvend. Për miratimin nuk u miratua kodi zgjedhor, i cili ishte pjesë e obligimeve të agjendës reformuese, si pasojë Maqedonia humbi edhe 4.2 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian. Levica tha kjo i ka shkuar për shtati edhe BDI-s edhe VMRO-s dhe LSDM-s për shkak se në atë që quhet reformë zgjedhore, nëse do kalonte kodi zgjedhor në kuvend, ta nuk do të mund të ndashin nga buxheti i KSZ-s mbi 10 milion euro, por vetëm 4. Kështu që frika nga humbja ishte më e madhe tek opozita së bashku me pozitën se sa tek realiteti. Levica. Pra, gjithandej Maqedonia ka të lashe dhe atë të natyrë të ndryshme. Askush nuk flet për krizën ekonomike. Kriza ekonomike në Maqedoni veç jo është e thelluar, por për ditë më tepër po vjen dhe po shtohet, a përkundrazi. Mickovski ofron turli farë zgjidhjesh, mirë po zgjidhja më e madhe pritet që ndodh me energjinë elektrike. Ai tha se kemi stabilizuar çmimin e energjisë elektrike për verës, ndërsa përgatisim që nga janari edhe të ulim ende çmimin e energjisë elektrike. Them të drejtën, këtu nuk ka politik nëse bën këtë, atëherë është në dobi të qytetarëve, pra në dobi të qytetarëve. Bashkë adetarët tanë veç kanë filluar që të mësojnë, por ata janë të befasuar me shumë çka. Por vëret një diçka shumë interesante. Shumë interesante. Parkingu i qytetit është bërë tepër i ngushtë. Edhe me këto gurbeçarë që po vinë, kështu që të lashë më të mëdha po kanë lagje të cilat janë në afërsi të qendrës, që ankohen qytetarë të shumë të këtyre ditëve, edhe më ka ndodhur, që para derës së shtëpisë të parkohen, kanë lënë veturën dhe kanë shkuar. Dhe atë kur e shohësh tablet të Zvicrës të Gjermanisë. Kur i pyesësh se në Gjermani na dënojnë ose në Zvicër na dënojnë, po këtu të shoni të shamë edhe haj për të mirë. Tash nuk kemi dalë për Taravari ka pas një deklaratë mjaft interesante ku thotë shumica e dërmuesve të popullatës nuk njeh asnjë ministër shqiptar.
ndikimi i tyre është zero. Vërtet, Arben, vërtet ketë këtu, për s'pari herë kohëve të fundit pajtoha me ty. Shumë kush ka pyetur kush është filoni, tash nuk do të përmendi emra, dhe këtu ke të drejtë. Mirë. Këtu dal nga dal për afrohemi fundit, ishin dhe podcastin Mesut Shabani, me Mesut Shabani, dëgjoni nesër në Rama.